Muzeu Sokuka në Shkodër mbetet një ndër destinacionet kryesore për turistët, të cilët duan të njihen me historinë, traditën dhe kulturën e qytetit të Shkodrës. Sipas shifrave të muajit maj, numri i turistëve në këtë muze në krahasim me vitin e kaluar është rritur me rreth 15%. Drejtori i Muzeut Sokol Parmeza thotë se synim mbetet promovimi i historisë dhe i traditave tek vizitorët. Ky sezon pritet me qenë më suksesshëm edhe se viti i kaluar, i cili ka prezantuar një kon për sa i takon vizitshmërisë. Ne jemi të interesuar jo vetëm për numrin më të lartë, gjithnjë më të lartë të vizitorëve, po për përveçimin e vlerave që ne disponojmë dhe i prezantojmë në sistemin e muzeumit të bashkisë tonë. Mund t'ju them që sidomos muaji maj si mjetshmi, në raport me muajin maj të vitit kaluar, i cili ka pasur një kulm, është diku të 10-15% që si numër vizitorësh më i lartë. Shifrat konkrete janë shumë më të larta, na bën jo optimist, po edhe besim plot që edhe ky vit do të jetë në atë po themun prirjen që kultura jonë për shkak të shumë faktorëve, por reafirmohet në hapësirën evropiane. Muzeu përbëhet nga disa seksione si ai i etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe i bibliotekës, që shërben edhe si fond i studimeve shkencore.